Përshëndetje dhe mirë se u rikthehet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja. Unë quhem Ende. Dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe ne sot po kthehemi për në Korçë. Po përpara se të kthehemi në Korçë do vëmë të bëjmë një xhiro andej nga Selaniku, edhe vendosa që të nis një vlog të ri. Po thoya, përpara se të ikim në Korçë do ikim në Selanik, po përpara se të ikim në Selanik do marrim karburant. Do e mbushim. Plot se kemi lëvizur shumë edhe na është mbaruar. Plani për sot është të shkojmë tek Lefkos Pirgos, kulla e bardhë, edhe te Muzeu i Ataturkut që nuk shkuam dot herën e kaluar, vjet, domethënë, sepse duam të shikojmë se si është muzeu, apo jo Emre? Po. Emreja më qortoi për mënyrën se si e ndryshova vendin e makinës me qira fjala. Më tha pse nuk hyre me fytyrë, po hyre kështu me ndere. Do kthehemi kismet dhe në Kastoria dhe aty do takohemi me mamin dhe Aleksia, kështu e kemi bërë planin. Do vëmë do pim ndonjë kafeçkë, ndonjë gjëçkë edhe pastaj do ikim në shtëpi. Dhe sot është e premte, nesër është tunë, pas nesër që është e dielimi për Tiranë dhe i rikthehemi jetës tonë, rutinës tonë të përditshme. Sa më ka zënë dielli mua. Blash natyral. Më në fund parkuam, gjetëm një vend parkimi. Erdhëm për te ky parkimi këtu, Papadopoulos, edhe ishte mbyllur se mora vesh. Se më tregonte harta që ishte hapur, po nejse. Parkuam në një vend që është për këta të lagjes, po pyeta një djalë atje te dyqani aty përballë. I thash në qoftë se mund të paguaj apo jo, dhe më tregoi që nuk është për të huajt. Është për këta që janë këtu në lagje. Po gjithsesi, në qoftë se do të vesh të shikosh ta muzeun, nuk të thon gjetha për 1 orë 2 orë maksimumi. Dhe ne për te muzeu jemi, kështu që jemi okej. Ne zaman? 1881 yılı. 1881. 1881. Kjo është shtëpia ku ka lindur Mustafa Kemal Ataturku. Ka qenë vjet në rinovime, ka qenë i mbyllur, kurse këtë vit është i hapur. Në më në fund do futemi, po nuk e di nëse ka bileta apo jo, do shikojmë tani. Emreja do na thot një kuriozitet, do me thënë ma tha mua, do jo thot edhe juve një kuriozitet në lidhje me emrin e Mustafa Kemal Ataturkut. İlk önce annesi Mustafa ismini veriyor. E jama i ka vendosur emrin Mustafa. Sonra ilkokuldayken, okul zamanındayken öğretmeni diyor ki senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Çünkü o zamanlar soyadı kanunu yok. Soy ismi diye bir şey yok. Soyadı diye bir şey yok. Sadece isim var. Evet. Në atë kohë kur ka qenë i vogël, domethënë kur jetonte Ataturku, nuk ka patur rregull për mbiemrat tot. Emreja edhe duke qenë se ishte në shkollë, edhe mësuesi i tij e kishte emrin Mustafa, edhe kishte thënë Mustafa Kemali. Unë quhem Mustafa, ti quhesh Mustafa, ty po ta vendosim emrin Kemal nga mbrapa, që të quhesh Mustafa Kemal edhe të dallohesh nga unë, që mos na ngatrojnë.
Aha, sonra? Sonra Türkiye'de soyadı kanununu çıkarıyor Atatürk. Yani herkes bundan sonra şey diyor. Soy isimleri olacak herkesin diyor. Pastaj kur u rit që mori situatën e shtetit në kontroll, nxori ligjin e mbiemrit. Aha. Atatürk de Atatürk soy ismini alıyor. Türk ve ata. Yani Türklerin atası. Türklerin babası gibi. Kim yaptı bunu? Kim? Kendisi. Ha, hajde, mendje, hajde. Mbiemrin Atatürk ja vendosi vetes domethënë, që domethënë babai I turqve. Türk edhe ata. Ata është baba. Si shemi ne im atë. Biz de at diyoruz. At. Ata. Vjen nga turqishtja me pak fjalë. Hajde, hajde. Nuk të bëjmë foto këtu. S'kam bërë asnjë foto të tilla. Beauty level. Bu. Moderate beauty level. Okay. Saniye. Mendoj që kjo që bëm tani me ato fotografit është jam më e bukur që kam bërë gjatë gjithë këtyre pushimeve. Dhe përveç fotografive kishte edhe një video që doja vendos këtu në anësore ta shikoj. Ishte momentet pas e kamera të shkrepe. Ishte shumë cute, ishte shumë të bukur. Sa gjë e bukur. S'kisha bërë ndonjëherë fotografi të tilla edhe ishte gjëja më super. Sa I lumtur jam. Erdhëm dhe tek Lefkospirgos, kulla e bardhë. Tani unë I them emre të ngjitemi lart, po emria thot nuk ka nevojë fare. Handojnë gjë dhe të nisemi të kthehemi. Cute. Sa më pëlqen Selaniku. Të pëlqeu? Po. Të pëlqen Selaniku ty? Ha, unë po ulem këtu atëre. Si siri. Ja dhe këtë punë e bëm. Tani, unë them kështu. Të marrim ndonjë gjë për të ngrënë në dorë, edhe ndonjë kafe. Ikim te makina edhe nisemi për Kastoria. Ha? Po do t'ulesh. Po. Çfarë do hashti dashuri? Chicken gyros. Suflaqe të hapur, da merida. Me pamje na dëti e vlla. Kjo vajza mua më sugjeroi që të merrja falafel. Është shumë e mirë tha për ju vegetarianët. Të gjithë që e provojnë e kanë pëlqyer shumë. Do ta provoj dhe do ju them mendimin tim pastaj. Solli edhe një pjatë me tzatziki. Ne. Ne fershme. Ne? Afiyet olsun. Türkiye'deki tavuklardan daha güzel ama Türkiye'de bence tavuk döner daha güzel. Hataylı diye söylemiyorum ama tavuk döner bence daha güzel. Oldu. What's your name? Johnny. Huh? E morëm edhe Johnny. Ishim në Starbucks, si thoni ju. Porosita unë më tha jo emrin si e ke Danja I thashë, ma shkruaj, ti ka shkruajtur mirë, Danja. Më tha në vend të jës ka vëni, po të nejse, qënë si ka. Bëm porosin e vetë emreja dhe I thot emreja se your name, Johnny, thot kë. Edhe unë që e pashe fillova po qeshja, ktheva kurizin, fillova po lëvizja aty në brenda në Starbucks. Se mora vesh nga I erdhi kjo Johnny. Po nejse të pak të zjodhi emër të bukur, emrin e kushëririt tim. Më put krau. Türkiye'de. Aşkım lütfen. Türkiye'de biz mesela Starbucks'a gidiyoruz. Aha. Adı ne diyorlar? Aha. Ben diyorum Muzaffer, Aha. Tayfun, Abuzer. Böyle şeyleri söylüyorum. Burada da Cafer. sorunca bir anda Johnny diyesim geldi. Ay. Mirë, do ikim tani në makina edhe jemi për të nisur shpejt. Şimdi dersimiz tarih. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğuyor. Daha sonrasında ilkokul Şemsi Efendi İlkokulu'na yazılıyor. İlkokula başlıyor. İlkokuldayken babası vefat ediyor. Babası vefat edince annesi Zübeyde Hanım dayısının yanına götürüyor. Dayısının yanındayken yavaş yavaş askerliğe ilgisi başlıyor. Soldier olmak istiyor.
Annesi istemiyor asker olmasını. Pse? Korkuyor. Trablusgarp Savaşı için Osmanlı donanmasına katılıyor. Ve Atatürk Trablusgarp'tayken ilk savaşını kazanıyor. Dünya Savaşı'nda İtilaf ve İttifak devletleri var. İtilaf devletleri işte Fransa, İngiltere, İtalya. Ondan sonra Osmanlı Atatürk'ü ilk zaferinden dolayı tebrik ediyor. Ona terfi veriyor. Türkiye'de o dönem içerisinde işte mesela İstanbul tarafında, Çanakkale tarafında Fransızlar, İngilizler falan var. Hatay tarafında Fransızlar var. Yani Türkiye'nin dört bir yanını başka ülkeler kuşatmaya çalışıyor. Türkiye'yi almaya çalışıyorlar. Türkiye'ye savaş açıyorlar. İtilaf devletleri. Osmanlı'yı çökertmeye çalışıyorlar. Atatürk o dönemde şeye gidiyor. Çanakkale'ye. Falan filan işte. Ato që hengrëm me qëra fjalla, Emreja u marros fare pas mishit të pulës, i pëlqeu shumë. Edhe mua më pëlqeu ajo pita me falafel, po nuk arrita do ta haja të gjithën, kështu që e mora me vete gjysmën. Ama ishte shumë të mira, vërtet. Si kishin emrin? Leventis, më nejdi atë? Levante. Levante. Ishte anës detit, afër një Starbucks'i. Atatürk modern Türkiye'nin kurucusudur. Modern Türkiye'den kastımız nedir? Osmanlı daha öncesinde insanlar fes takıyordu. Biliyor musun onu? Ne? Kafasında fes takıyordu böyle. Feste diyoruz biz de. Öyle mi? Atatürk bunu kaldırdı. Niye? Dedi ki bundan sonra şapka. Modern. Daha modernizeye geçiyoruz. Bravo, aferin. Ondan sonra harf inkılabı yapıldı. Harf. Letter. Alfabet. Abetare yani. Daha öncesinde Osmanlı'dayken Türkçe konuşuluyordu. Ama yazı dili Osmanlıcaydı. Yani Arapçaydı. Arapça, Farsça. Avrupa ile daha iyi anlaşabilmek için harf inkılabı geliyor. Yani letter, yeni abetare geliyor Türkiye'ye. Günümüzdeki kullandığımız alfabe buradan geliyor. Soyadı kanunu yapıyor. İnsanlar daha iyi işte nesilden nesile falan filan daha net anlaşılsın, bilinsin diye soyadı kanunu geliyor. Ya çok fazla yenilik var. Aklıma gelmiyor şimdi. Osmanlı'dayken padişahlar, mesela benim babam padişah, ben de padişah oluyorum. Ama Türkiye'de artık öyle değil. Demokrasiyi getirdi. İnsanlar, herkes seçme ve seçilme hakkı. Kadınlara oy kullanma hakkı geldi. Osmanlı'dayken kadınlar devlet işlerinde daha öncesinde söz sahibi değildi. Atatürk kadınlara da oy hakkı tanıdı. Sonra Erdoğan geldi, oldu. Dur be! İçeri mi attıracağım bizi? Allah Allah. Shpejt. Shikoni me kë jemi. Erdhi mami me Aleksin. Shkuam çuam pak makinën për t'i bërë një kontroll. Dish hëngri, dish e menë. Edhe tani po vim vërdall këtu te qendra e Kosturit. Po i tregoj Emres ku vi unë prej sa vitesh. Kush e di, nuk e di se sa vite kemi që vim këtu. Sa vite kemi që vim neve në Kostur? Mbi 15 vite? Po që nga bosh fare. Do vem mirë të shikojmë në qoftë se ka peneli për të ngrënë. A i hapet në orë 11 zakonisht, shpresoj që të ketë. 12 ka ndryshuar tash. 12? Inshallah ka. Pastaj do ulemi ande janë në zgjolit, pim ndonjë kafeçkë. Edhe do ikim. Kaq. Pafshim. Që ka mbyllur. Nga data 4. Mbyllur. Nga data 4 deri në datën 16 gusht. Po tani çfarë do am ne? Do vejmë në fura të marrim kështu. Gjirot. Në Gjirot? Ku janë Gjirot? Andej. Do Gjiro. Ja, enough Gjiro today. Pse? Jo. Do am Gjiro. Ullëm, u qetësuam. Ajde këtu Aleksia, le që s'duket se është kjo kuqa. Aleksia që bëri plazh para meje, është e bardhë si bora, kurse unë jam bërë kështu si zëzaçkë. Bëri pse më ka ikur në ngjyra mua. Po ty të ra dhe lukura apo jo? Lukurinë. Nuk më ra para.
Μερίδα, γύρο κοτόπουλο Ναι, και πατατόπουλο. ευχαριστώ. Και εδώ έχω πυρούνια. Θέλετε κάτι άλλο, εντάξει? Όχι, αυτά, ευχαριστούμε. Καλή ώρα. Malaka. Ke jetu në zanzi që dhe ande nga qafa. Ja o dhe edhe mamit më. Bro. Si filmon kjo është vllaç. Ka fri nga blekët, grejrët, qarminu. Merë Edhe këtë tjetër. Shiko atë mrapa Emre. Emreja ka fri nga sorat edhe nga... Jo, Qa janë këto? jo, frik. Qa janë këto? Kush më? Pulbardha qa janë? Jo, jo. Guguçe, qarë është kjo me? Nuk e di, ne. Posturi bukur. The next day. Dje, kur erdhëm në shtëpi nuk kam filmuar fare, ka pat biras. Përshëndetje, mirë se erdhëm. Gaje. Dje, kur erdhëm në shtëpi, nuk ju fola fare, nuk filmova fare, ishim të ngordur, të vdekur, u futëm në shtëpi, u ndruam, hangrëm pak edhe pastaj ja futëm gjumit. Dhe sot u ngritëm në ditë të re, me energji të reja, u të shlodhëm. Rrogan kuvertat. S'duket fare. Mami dhe pastërtia dhe rregullësia. Tani do kem të pim kafe. Na kanë ardhur edhe miq. Ka Tezja. Teze, Zhulin kush është i vjetër, arkaik në kanalin tim që i hy para shumë vitesh. E një Teze Zhulin, se unë e kam zjerë, kemi dalë në atim, kemi bërë laiki bashkë, kemi dalë në videot. Është mami Randos. Lalit, ndryshe. Se po i thosha Emres do vi mami Randos, do vi mami Randos, kush është Rando, ja tha. Dhe është Lali, mos ma thuaj Rando, dhe ma thuaj Lali. Është Lali jo Rando. Është mami Lalit. Edhe Sa më shumë subscribe i bani vanë. Subscribe. Edhe like, Edhe like e share. Qa piti, ja do vim për kafe. Po te thash në pish kafe me kafe. Do të shpërthej zemra, do të shpërtheje. Ne var? Qa ke? Ja edhe mami që ikë në bar dhe po të këzohet. I ka marrë lepitkat në dorë. Eqkat. Ku erdhëm ne Emre? One day. Oh, që më goditi dera. Qarë ke moj? Ku erdhëm? Në Voskopoj. Që da është ti? Në mish. Ha? Mish qingjë. Bravo. Po ti që da është me? Bravo e ti. Në sat. Majt? Majt? Po. Ishin të se vëm. E po sa ta që plandatë, po ta nuk bërim do të një tërë. Po nga nuk punon do të nga jo. Jo. Ti, ri do të. Pa danjën. Ri do të pa danjën ti. A zë s'mori vesh? S'ka gjë. Po. Ri danja këtu. Po. Ti me qarë do i tu. Po. U kënaqe? Shumë. Hangre? Të pëlqeu kadaifi? Shumë. Po kafeja? Shumë. Po mishi? Shumë. Jalla në. Mishi normal. Mishi, herë të tjera më mirë, po s'ka gjë. Jo, moj! Po mja të shi, Te lut. 20 euro. Mja të që kja ato. Mo, jenë të rëzime. Kare mja me të shi. E po miroj ti marrun me që s'ti do. Rofshte e bukadar. E po, mja, faleminderit tua. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, ama... Po e kur të vinë në shtëpi me çupa, jo tash të kur shkruaj. Me vija po bën një këmish nga mua.
Bir tane şey aldı o. Gömlek. Nuk e blejnë atë botë mund. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Jo. Po diyorum böyle adet mi olur ya? Po çan këto date që keni juve, thot aman. Two hours later. Do ikim në një party greke. Ka ardhur Erisa, ka ardhur Adela, do ikim me mamin, me Aleksin, edhe Emreja, do bime ne. Normale se zori këtu vetë. Mami që nga me shoqet e saj, me shoqet e kushtit kërcimit, që e kanë mbyllur, e kanë rezervuar këtë gjën këtu e kushtet di se sa muaj para, nuk e di. Edhe, 3 javë, se janë kërcejni, janë kërcimtare. Mendoni juve se vetë unë jam ajo artistja në familje, jo, nuk jam vetëm unë, është dhe mami. Kam bërë një make-up shumë të thjesht, të pak të nuk shumë më duket mua i thjesht, sepse kam përdorur vetëm pak concealer, kam përdorur kontur edhe shumë blush. Sepse më pëlqen blushi. Edhe buzët normalisht, pak qepikët, edhe vetullat, edhe një ton sysh. Kam vendosur bëthka të reja që kam marrë nga Temu, që koni pak sa cute janë, edhe kam veshur robat e mamit. Sepse robat e mia nuk ishin të përshtatshme për t'i veshur në party. Prisni. Urdhroni me qilloka, edhe me këtë bluzën që Emreja donte të thoshte ngjan si pas qyre, edhe tha duket si qyre. Kështu që jam veshur me një bluzë kanatiere si qyre. Apo jo Emre? Po, fix. Do vesh edhe një palë taka të zeza, ato që kam marrë nga Temu, po nuk i kam këtu për momentin, i kam në makinë, kështu që kur të dalim, do i marrë ato edhe do ikim. Qa kama? The next day. Dhe kështu shpejt e shpejt mbaruan edhe këto pushime. Dhe ne si që shikoni jemi rikthyer në Tiranë. Këtej mbrapa është rëmuja e gjerave që unë tani në momenti që do mbyll kamerën, do ngrihem edhe do sistemoj çdo gjë të mundshme, do vendos lavatriçe, laj, thaj, hekuros etj. Shqyr shtëpinë e kisha lënë të pastër, kështu që nuk kam shumë punë për të bërë, përveç këtyre gjërave që solla nga pushimet. Përpara se të largohem, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale si TikTok dhe në Instagram, dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!